se është kjo. Nëse në ato specifika ti se ke publiku edhe një rresh që thot, ne e garantojmë subvencionin për 1 ton mbetje shtazore, për se cilin ton mbetje shtazore ne dhon kaq subvencion, ndërkaq pas kontratës, ose pas shpalljes së fitusit, themi me kontratë ja ke garantu këtë. Ne automatisht, nëse që kjo... Kontrata se garanton? Jo, kontrata e garanton. Edhe adi që ka dalë. Edhe kjo është problem. Se me këto, ti si au këdho njerëzve që të garancë. Edhe nështë ta njerëz t'i edhe s'kan hynë në ngarë njerëz, se si cili që t'i kesh ditë, që ka me umbulu, qaja humbje potenciale, ose që ka pas edhe subvencionim. S'po flisni për njëtën po flisni për humbjen potenciale. Ajo tjetër sa. Humbja ke diçka tjetër, kjo është ta garanton subvencionimin për secilin ton të mbetjeve që ti trajton. Po, nëse i punon... Po, për në shpallje se ke tonë. Nëse ti kështë pas që tonë shpallje, bo aki kështë pas garen për... Diso kompani me orda ty. 20 kompani bo aki kështë në konkuru. I kështë josh kompanit me orda ty. E tash që i përmen që tja 3 milionin e 30 milionin që u manipulu me to, kjo është pasoj e qiti fitimi të planifikum. Pra, so potencialisht brenda kontratës, ky zotria mundet me i realizu, edhe so shteti obligohet asoj në emën të subvencionit me i dhonë. Shteti së obligohet asë gjonë. Nësa i trajton 1.000 kilogram, i merë 16 cent për kilogram. 400.000 vjetë e ka thë vetë zoti Peci që në parapone. Me nëjë si maksimum, që i bike... Jo, 400.000 euro, ka thëmë. 400.000 dhe 500.000 euro, jo 3.6 milion, si që është plasu në media. Herë 20 vjetë, delke 64 milion. E qka nëse ndrës situata, na flasim për... Nëse na hajmë mishë sa Brazili. Po, na flasim për qarkullimin e sotëm. Nëse në merë mishë të gashëm, që shvjen në... Jo, është shumë e thjeshtë. Qka nëse Kosova bëhet një farë qendre e përpunimit të mishit, edhe fabrikat që prodhojnë në produkte, bojnë aqë shumë mbetje shtazore, sa ato janë të detyruar me që aty, shteti pastaj obligohet. Kështu që s'mujmë me operu me argumentit që sot i kemi kash edhe kemi pas edhe mas 30 vjetë kash. Unë po merë ma shumë me parime, do të thotë parimisht, edhe me atë sa ne kemi kuptu dhe që e ka thënë dhe zoti Peci, na del që nuk ka qëllim, nuk ka pas, as nuk ka pas ideja qëllim që me marrë dikush diqka ose me orkestru. A di që është kë problemi? Problemi është veç një është këse. E përmendum Rikallon edhe u mundova me marrë dikun citatë i batës sa apeli. Proceduralisht mund të ketë gashtim diku. Po, a ka pas qëllim? Gjykata e apelit e ka liru. Apo konstatojmë diqka, besnik edhe shkelizam. Unë nuk jam kështu, si me thënë, ekspert i ligjit për prokurimin publik. Po, me atë sa kom një përvoj edhe... Kjo lidhet me shpallje, se së kjo tender, nuk e di që është kvalifikohet është shpallje publike, po... Ajo është punë qiraje. Mesa ju e bërët një konstatim. Konstatimi ishte kjo. Ka gabim, ka lëshime në specifikacionin teknik. A ishte kjo e para konstatimi që e bërë. Shimi tjetër që ju e... Kem shef benefitet që kam e pas kompania. Edhe këtë pa mundësu konkurencen matë madhe mes operatorëve ekonomi. Shimi tjetër që ju e konstatuat, ishte edhe që dalën kontrata nga shpallja me kushtet e specifikimit teknik. Ta shumë ja u bëj një pyetje nga përvoja juaj. Kush e bën specifika teknike? Kush i përgadit? Jo, veç pak, të luna, edhe ministrat e kaluar do duhet... Pa dashur, dëgjëm, nuk po tentojone me mu poshtë ato që ju e thatë, e asë nuk po tentoj kështu blanko tash me hudhë. Pse ligji thot që ministri duhet me nënshkru, edhe anën kupton kjo që ministri, kur të nëshu një dokument, a s'ka hiq përgjithsi, masanej, s'ka përmban që i dokumenta, nëse s'ka përgjithsi, për që dokument që firmos, cila është ideja e ti nënshkrimet. Dëgjëm, unë e kam qatë pënjuri. Mundet mu amnistu kështu, unë sekundit e ka ditë komisioni, unë sekundit e ka ditë... Jo, nuk më leme përfundu. Po tash, që ata thash që kjo narrativa për ndërtohet, që direkt, Ministri Peci, ullat ju e ka shumë specifikimin teknik,
e ka kalu zyrën e prokurimit, u hyja atë në zyrë e prokurimit, ule ka shkru vetë, e ka kalu zyrën ligjore, e cila zyrja ligjore e bëna të përgaditjen para se me dërgu të ministri, i thot minister që këtë dokument, Zoti Palekaj nuk i ka shkruar specifikacionet. Po s'jam të folbe për Palekaj tash, apo do një me deformu që apo du me thana jo. A bën të luta mu përgjish? Se jo Palekaj, në x tjetër ministri. Ju se dini që apo du me thana. Asnjëri nuk i shkruan specifikacionet vetë, por këtu ishin konstatime bre që na pibojmë këtu, po du tash me bo një paralele nëse më lejon. Po, t'lutem. Nëse më lejon, për bëj. Tash e zyrja prokurimit e bën që specifikacionin teknik, thot që të kushtë duhet tjenë. Ajo kalën zyre prokurimit, besnik, ju e dini. Pasoj kalën zyre ligjore. E merë zyra ligjore, thot që kjo pika 1, pika 3, pika 5 që në kanë regu. Pastaj ajo dërgohet në kabinet të ministrit, edhe është aty një nënshkrim, pajtohet me juve që e bartë përgjithësin, po është 70% një nënshkrim formal për ministrin për me fillu punë. Po me përgjithësi ligjore, unë e për thonë këto, nuk për moj. Unë me qenë formalin. A kina dëgju be besnik qëto dit, a janë fëtu që sa një interiste? A u fëtu dikush, për pos ministrit, edhe për pos... Ka po zyrtar që janë... A janë marë në pytje? Po, janë marë. Jo, nuk jenë marë. Po. Jo, nuk jenë marë. A di të bojnë të arshit konstatim, se tjera të pëjbojnë. Shefi AU-vit të tjetër marë... Unë nuk e di sa kësë cila ligje, lista e zyrtarëve që janë marë në pytje. Direkte. Mëse merë. Unë nuk pëmbroj direkt, as nuk po du të thash. A mujna be pak edhe me këshyrë më... A egziston edhe një mundësi e dytë. E para egziston që ju po deklaroni që Ministri Peci pas ka qeni përfshim, i ka dit, e ka shkru specifikacion, a mujna me mendu edhe pikën 270 karon lajthitje. A mujna dhe shtabe besnik me mendu? Që ta shansht ku probleme. Se për bojmë që gjykimin publik, direkt Zotri Peci që ka fajtu. Jo, madjas këtu nuk e thamë që Zotri Peci është. Kem t'i full për aferën mediale që rezultoj me këto. Reagimi jam edhe i pari këndaj Zotit Kraku, që në momentin kur ti, ose së cëllë që këshyrë me vunën mbrojti ministri, ma shumë në opinion publik, jep një mesaje që ka ka i përfshim. Dëgjëm, as une, as do nuk ujna me mbrojt. E mbrojnë puna e ti, ujna me mbrojt. Une nuk jam e profesion avokat. Ato se e mbrojnë puna ose... E din jenë kuvend, ligji, ma dje, në për institucione gati se cili, kur të atakojmë të merrohen për procedura, po mirë që në bo këto procedura e këto ligje. Ti e din që ujnë kuvend me ble, duhet më njek do procedura. Njësia kërkuse, në këtë rast, ose agencioni, ose kjo. Jo, mire keni, fillon nga njësia kërkuse, se ajo po mungën si produkt, i nevojshëm. Zyra e bugjetit e parashea është, edhe që të minimumi për çdo procedur ujë me ble, duhet me kon 5 zyrtarë që jepin në nënshkrimin. Edhe në fond, ministri e nënshkruan edhe aprovon që ato. Me vlera mbi 100.000 euro, mirë që është do. Shumë relevante. A di pse ministri Peci, për shembull, nuk mundet me ikë përgjegjësinë edhe si ministër tjetër. Për shkak se në momentin kur vjen dosja, madje kur është me këto përmosa kaq të mëdha edhe financiare edhe interesit shtetëror, ai duhet me këshirë me lup, për që ta i ka do këshilltar. Jo të zënë. Edhe ai vetë Peci e ka thonë që une e ku marrë e ku këshyrë, edhe ku po jo nuk është në regull. Ma bini edhe një vendim prej mimos, vishta sëra ishtë atë lutna. I ka thonë që i ku më kërku Ministrisë së Drejtësisë, a muni u më adhoni aprovim. Do me thonë Zotri Peci e din që qaja nuk në nëshkruat dhe nuk në nëshkrim formal. Por ti duesh me vërtetu mirë që ka jetë ju dhonë në nëshkrim. Edhe çfarë specifikacione teknike, nuk i kishte lyp shilla e verifikime, validime. Për mu, Zoti Kraku. A di që shka sëd hero Zotri Peci. Si kur ti shdale dhe të kishta po, unë e mora, e shqyrtova, e analizova, i konsultova këtë ekspertë mi, të zyrës ligjore ose ekspertat politik që i ki, edhe unë e kam bazë të dyshimeve, edhe ja hapi